me gëzim në zemër, me gëzim në shpirt, që Allahu do të na mundson që ne të arrim Ramazanin. E si mos të gëzohemi? Si mos të gëzohemi kur Allahu Azza wa Jall e veçoi këtë muaj me shumë mirësi, me shumë begati, me shumë të mira që ne mund të i realizojmë ndë Allahut Azza wa Jall. Gëzohemi, mos mërzitemi, mos piklohemi, mos të kemi dert, mos të kemi gajle, se nuk i ngjan besimtarit prej tash të fillon të mendon se si do të agjerojmë, e si do të qëndrojmë pa buk, e si do të qëndrojmë pa ujë, e ndoshta dikush si do të qëndron pa cigare, e ndoshta dikush si do të punon agjerueshëm. Kemi punuar 11 muaj të tërë, kemi punuar 11 muaj të tërë, jemi angazhuar. Vjen muaj Ramazanit, mund të punojmë dhe mund të mos punojmë, se cili e di gjendjen e tij. Mirë, po ky muaj i madh është muaj në të cilin ne duhet të gëzohemi, që do të hymë në te, dhe do të shfrytëzojmë atë, dhe do të realizojmë ibadetin që na takon në te.